Përshëndetje gjithve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës për gjitha shenjat e horoskopit. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit të maj, sepse janë postuar gjitha shenjat, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë fillojmë në lidhje me këtë javë, si do jetë kjo javë për të gjithë ju. Gjithsesi kemi atë Mërkurin që ka që në shenjën e dashit, do hyjë në shenjën e demit, do jetë një periudhë, demi përfaqëson stabilitetin, mirëqenien, vlerat, trupin. Gjithsesi është një javë ku ju do përqendroheni tek këto situata në lidhje me përqendrimin te vetja, te trupi, por edhe në lidhje me anën tuaj ekonomike. Gjithsesi është një periudhë ku do ketë disa tensione, mund të ketë në shtëpi ose në familje, mund të ketë konflikte në lidhje me veprimet dhe zgjerimet tuaja, por mund të ketë edhe situata tensioni dhe stresi në lidhje me një shtëpi, me familjen, me pasuri të paluajshme, me strehimin, dhe më tepër do ndikojnë shenja e gafores, shenja e peshores, shenja e britsjapit dhe shenja e dashit, por do ndikojnë më tepër të lindurit në fund të 10 ditësh të dytë të këtyre shenjave. Dhe kemi gjithashtu është një periudhë ku ju do zbuloni disa sekrete, do keni biseda që ndoshta keni dashur t'i bëni prej vitesh në lidhje me dyshimet që ju mund të keni pasur, në lidhje me manipulime të ndryshme, ose me biseda që kanë lidhje me pushtetin, me biseda që kanë lidhje me pushtetin. Pushtetin nuk flasim, flasim për pushtetin në familje më tepër. Gjithsesi më të ndikuar do jenë shenja e demit, shenja e luanit, shenja e akrepit dhe shenja e ujorit, por të lindurit më tepër në 10 ditëshin e parë. Është një javë ku do ketë biseda të ndryshme për të planifikuar gjëra që ju dëshironi për të ardhmen. Intuita juaj do t'ju ndihmoj gjatë kësaj periudhe, por do ketë lidhje edhe me anën tuaj shpirtërore, në lidhje me vendime të ndryshme që kanë të bëjnë me drejtimin që ju dëshironi t'i jepni nga ana psikologjike, por edhe logjikisht gjithçkaje. Është një periudhë ku do ketë lidhje edhe me teknologjinë, me rrjetet sociale, por edhe do ketë një ngarkesë gjatë kësaj periudhe. Është një ngarkesë, do me thënë më tepër në lidhje që ka lidhje me teknologjinë. Do ketë disa, ndoshta ju është një periudhë, do me thënë që ju do bllokoheni pak në lidhje me besimin, në lidhje me intuitën, me përkushtimin shpirtëror, dhe kjo do ndodhi në fund të javës në lidhje me të gjithë ju. Gjithsesi është një periudhë që ju doni të stacionoheni gjatë kësaj periudhe, por dëshironi që edhe të evoloni në lidhje me gjithçka, si në lidhje me dashurinë, me punën nga ana ekonomike, por edhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që keni. Gjithsesi do shohim për gjitha shenjat e horoskopit me radhë. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Dhe fillojmë me shenjën e parë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, por dhe një muaj sa më të mbarë. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë në lidhje me shenjën tuaj. Dhe kemi të bëjmë me 4 energjemit e kartë e botës, kemi energjinë e shenjës demit, akrepit, virgjëreshës, luanit, kemi energjinë e shenjës së shijetarit dhe energjitë shenjave të ujit. Gjithsesi ju mund të keni dhe ascendenten ose hënë në këto shenja,
dhe mirë është të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë, në fillim të javës, shoh që mbyllni një cikël të vështirë që ju keni kaluar në lidhje me dashurinë, në lidhje me një njohje, në lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Ndoshta keni kaluar shumë vështirësi te vendi punës për një pjesë tjetër, në lidhje me shtëpinë, me familjen, në lidhje me prona të ndryshme, në lidhje me anën ekonomike, por edhe në lidhje me projekte, me bashkëpunime të ndryshme që mund të keni pasur. Gjithsesi, është diçka që mbyllet gjatë fillimit të kësaj jave dhe për ju fillon një cikël i ri i lumtur. Ju shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me disa situata që kanë qenë të vështira për ju, ndoshta kanë vazhduar për një kohë të gjatë, por e rëndësishme është që mbyllet, ju do filloni të shikoni gjërat më pozitivisht në mes të javës, por në fund të javës ju shoh që përqendroheni në humbjet dhe dështimet e skaluarës. Në qoftë se ju keni humbur një dashuri, një person, shoh që ju jeni përqendruar kaq shumë te kjo situaca, nuk shikoni mundësitë e tjera që ju vijnë. Në lidhje me pjesën tjetër, mund të ketë lidhje edhe me anën shëndetësore. Ju keni bërë durim në lidhje me çështje e situata që mund të kenë lidhje edhe me shëndetin tuaj. Lidhje me shtëpinë, me familjen, tham. Nuk e di, por një pjesë prej ju shoh që ndiheni, ndoshta jeni përqendruar shumë në situata të kaluara. Mund të keni humbur një punë, një bashkëpunim, mund të keni humbur diçka nga ana ekonomike, ose mund të keni humbur kjo mund të ketë lidhje edhe me anën emocionale tuaj. Ndoshta ju keni humbur atë anën tuaj emocionale dhe ju shoh që jeni përqendruar kaq shumë tek këto situata sa nuk shikoni mundësitë që ju vijnë përpara. Mund të ketë të bëjë me fëmijët tuaj. Mund të jetë një mundësi në lidhje me dashurinë, në lidhje me fëmijët tuaj, në lidhje me punën, me shtëpinë, në lidhje me projekte dhe bashkëpunime të ndryshme. E rëndësishme është që mundësitë ju presin aty. Thjesht dilni nga energjia e humbjeve që ju keni pas në jetën tuaj, sepse unë shoh që ky cikël mbyllet vështirësisht, ju keni bërë shumë durim në lidhje me vështirësitë që keni kaluar, e rëndësishme është që ju do t'i shikoni gjërat më pozitivisht, por thjesht dilni nga qëndrimi në gjërat e kaluara, sepse karta ka dhe këshilla. Dhe ju thot, mos u përqendroni te humbjet, shikoni mundësitë dhe ofertat që vinë në jetën tuaj në lidhje me çfarë do lloj situate që ju të keni. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Akrebit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë, por dhe një muaj sa më të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsApp. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, por dhe shenjën tuaj ascendente, sepse është shumë e rëndësishme në lidhje me ju. Dhe shohim energjinë që na vjen për këtë javë. Atëherë kemi energji të shenjave të ajrit, energji të shenjave të ujit që jeni ju vetë dhe energjinë e shenjës së gafores. Gjithsesi mund të keni ascendenten ose hënën te këto shenja. Dhe fillimi i javës ju shoh shumë konfuz. Ju sigur keni çuar muret mbrojtëse në lidhje me një dashuri, në lidhje me një person. Shoh që keni shumë emocione në lidhje me këtë person, do keni një takim, por ju nuk jepni zgjidhje një situate për të pasur një takim. Gjithsesi, unë sepse doni të mbroni veten tuaj për të bërë një fillim të ri, por unë shoh që në mesin e javës ju do bëni një fillim të ri. Shoh që është një dashuri e bekuar nga universi, do keni një takim me këtë person, jeni duke shprehur emocionet, por në fund të javës ju shoh që futeni në paqartësi, në frikra emocionale, pasiguri në lidhje me këtë dashuri. Thjesht jeni te energjia e hënës këtu dhe ju ndoshta keni paqartësi në lidhje me një person që ju hyni në një njohje. Për pjesën tjetër, ju shoh që ndiheni shumë konfuz dhe nuk jepni zgjidhje një lidhje, një njohje ose një marrëdhënie që ju keni, sepse ndjeni pasiguri, ndjeni paqartësi në këtë marrëdhënie, ose në rastin tjetër shoh për disa të tjerë mund të keni dhe prapaskena. Mund të jenë prapaskena në lidhje me punën nga ana ekonomike, por shoh që dhe aty keni ndjeni konfuz
në lidhje me partneritete, në lidhje me bashkëpunime të ndryshme, në lidhje me projekte që ju mund të keni. Gjithsesi, një pjesë për ju shoh që është një person dashamirës që do t'ju mbështesi. Por në fund të javës ju përsëris sikur keni pasiguri, keni paqartësi, mund të keni dhe prapaskena një pjesë prej jush dhe më kujdes duhet kenë të lindurit në 10 ditëshin e parë, por gjithsesi unë shoh që edhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me dokumenta, çështje ligjore, në lidhje me shtetin, në lidhje me studimet tuaja, ose në lidhje me shtëpinë, me familje, mund të merrni situatat nga më të ndryshmet. Thjesht ju doni të mbroni veten, keni çuar moret mbrojtëse, keni mbyllur syt, nuk dëshironi të shikoni gjërat qartë dhe në mesin e javës shoh që do keni lajme të mira, një çlirim shpirtëror për një pjesë tjetër, për disa të tjerë partneritete të ndryshme, ose një person dashamirës mund t'ju mbështesi në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Në fund të javës duhet keni kujdes nga paqartësitë, frikrat emocionale, por dhe prapaskena të ndryshme që mund të keni në çfarëdo lloj situate që ju të jeni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Shigetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndihni shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Dhe në fillim të javës ju shoh që keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, të zjarit që jeni dhe ju vetë dhe energjinë e shenjës së peshores. Gjithsesi në fillim të javës shoh që ju keni marrë shumë goditje në jetën tuaj. Mund të keni kaluar stres, tension për një kohë të gjatë në lidhje me një dashuri. Por shoh që ju çliroheni, ndjeni shumë të goditur në lidhje me këtë gjë, por shoh një çlirim, një fillim të ri. Ju do shikoni gjërat që ju rrethojnë dhe do filloni të bëni plane afatgjata dhe dëshironi të zgjidhni një person në jetën tuaj ku të keni një lidhje të gjatë në perspektivë. Dhe ju shoh që do të jepni zgjidhje kësaj situate në lidhje me një person, ndërsa për pjesën tjetër një çlirim nga situata, tensioni dhe stresi që keni kaluar për një kohë të gjatë. Dhe kjo mund të kenë ndodhur në lidhje me njohjet që keni pasur të mëparshme, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, dhe këtu flasim për atë pjesë që e gjen veten, sepse kjo energji erdhi dhe asnjëherë nuk do t'i merrni personale këto lexime që bëjmë, sepse janë lexime të përgjithshme. Në lexime personale del gjithçka ashtu si ju keni situatat. Dhe unë shoh një çlirim nga këto goditje, mbyllje të këtyre situatave, fillime të reja, por që do t'ju japin qartësi, ju do filloni të bëni plane afatgjata në lidhje me shtëpinë, me familjen, lidhje me dashurinë, me punën, me kontrata të ndryshme, por dhe me çfarëdo lloj çështje dhe situate që keni. Por ju shoh në pritje, mund të jenë në pritje të një dashurie, në pritje të një kontrate, në pritje të një pune, në pritje të një largimi jashtë shtetit për një pjesë tjetër, ose në pritje të një përgjigjeje që mund të ketë lidhje me kontrata, me bashkëpunime të ndryshme, me partneritete, por janë gjëra që ju i dëshironi të zgjasin në perspektivë, të jenë afatgjata. Dhe unë shoh që ju i jepni zgjidhje situatave deri në fund të javës. Një pjesë për jush mund të keni të bëni me dokumentat, me institucione shtetërore. Një pjesë, dhe kjo është për një pjesë specifike, për gjithë ata që mund të kenë pas probleme serioze në marrëdhëniet e tyre, mund të çliroheni nga kjo situatë dhe në fund të javës shoh mund të keni të bëni, dhe këtë nuk e flas vetëm në lidhje me dashurinë, por edhe me çështje të ndryshme, mund të keni të bëni dhe në lidhje me gjykatat, me çështje ose situata gjyqësore, çështje dhe situata ligjore të ndryshme, varet nga situatat që keni. E rëndësishme është që ju jepni zgjedhje, mbyllni këto goditje që keni marrë, çliroheni dhe do bëni plane afatgjata. Dhe kjo është më e rëndësishme se gjithçka tjetër. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së Briciatit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve,
mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Gjithsesi, ju mund të ndiqni, ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente, sepse është shumë e rëndësishme. Dhe shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Atëherë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të tokës që jeni ju vetë dhe energjitë shenjave të ajrit. Shoh ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, në fillim të javës, shoh që jeni përqendruar në humbjet që keni pasur, humbja e një dashurie, humbja e një personi, një humbje ekonomike, humbje kohe, humbje situatash dhe çështje të ndryshme nga e kaluara, një lloj dështimi që mund të keni pasur, thjesht jeni përqendruar te kjo situatë. Por këtu kemi këshilla, lërini gjërat të rrjedhin. Mos u përqendroni te gjërat që keni humbur. Shikoni mundësitë dhe ofertat që ju vijnë. Në lidhje me një dashuri të re për një pjesë prej jush, në lidhje me një punë të re, me një bashkëpunim të ri, me një fillim të ri ekonomik, por dhe me çështje dhe situata të ndryshme që ju jeni në këto situata, për gjithë ata që ndodhen në këto situata. Dhe në mesin e javës, unë shoh në lidhje me dashurin vjen një person dhe ju sikur do bashkëpunoni me këtë person. Mund të jetë një person që e njihni në vende tregtare, mund të jetë një person që e njihni që ka të bëjë në lidhje me bankat ose në lidhje me diçka tjetër, në lidhje me shitje, me një blerje shtëpie, mund të jetë situata nga më të ndryshmet. Por gjithsesi ju harrini të stabilizoni situatat. Thjesht mos u tregoni të nxituar në lidhje me një dashuri, sepse ju shoh që ju jeni shumë të vrullshëm, do mund të thoni dhe fjalë që nuk duhet i thoni nga nxitimi që do tregoni, ose ju dëshironi të bëni gjërat shpejt. Dhe kjo ka lidhje me një dashuri, me një person që do ta takoni. Në rastin tjetër, në lidhje me blerjen e një shtëpie, në lidhje me një bashkëpunim brenda familjes, me anën ekonomike, me stabilitetin në familje, në shtëpi, me fëmijët tuaj. Më falni. Në rastin tjetër mund të ketë të bëjë me blerje, mund të jetë blerja një makine, blerja një shtëpie, zhvendosje nga një shtëpi në një shtëpi tjetër, por duhet të tregoni të kujdesshëm se deri në fund të javës ju shoh që doni të bëni gjërat me nxitim, mos nxitoni në bërjen e gjërave, por duhet të tregoni pak më të tërhequr, sepse mund të thoni dhe fjalë që nuk duhet të thoni dhe mund të prishni dhe çështje dhe situata të ndryshme nga nxitimi. Gjithsesi, është një javë mirë. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së ujorit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente. Atëherë ju shoh që keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë e shenjës së demit. Mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Ju shoh që do përballeni me pengesa në lidhje me një fillim të ri, me një dashuri të re. Mund të jetë një person që ka emocione në lidhje me ju dhe në fund të javës ju shoh që ju tërhiqeni brenda vetes dhe mendoni si të jepni drejtim në lidhje me këtë person. Dhe këtu flasim për pjesën e personave që janë beqar dhe të lirë. Për pjesën tjetër, mund të keni pengesa, mund të krijojnë pengesa në lidhjet, njoftjet ose marrëdhëniet tuaja. Por ju do luftoni, do jeni shumë luftarak për njoftjet, lidhjet ose marrëdhëniet që ju keni. Ose mund të jenë pengesat e vendi punës, mund të jenë pengesa në familje, në grupe njerëzish, mund të jenë te vendi punës nga ana ekonomike, por gjithsesi e rëndësishme është që ju çliroheni në mes të javës, ju shoh që ju rifitoni energjinë tuaj, do jeni më të qetë, një çlirim shpirtëror dhe në fund të javës do tërhiqeni, do dëshironi të qëndroni me veten, nuk do dëshironi të angazhoheni në rrjete sociale, me jetën sociale, keni nevojë të rini me veten tuaj për të menduar se si të jeni dritë në lidhje me gjërat që ju dëshironi të ndiqni.
ose se si ju dëshironi të jepni drejtim gjërave në lidhje me çështje dhe situata që ju kanë sjell pengesa deri në këto momente. Është një energji e bukur, ju do jeni shumë luftarak gjatë kësaj jave për të bërë fillime të reja, si në dashuri, në lidhje me punën nga ana ekonomike dhe të jepni drejtim shtëpisë, familjes, punës tuaj, anës tuaj ekonomike deri në fund të javës. Sepse ju shoh kjo situatë mund të zgjasë edhe deri në hënën e re që është në datën 16. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Por ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë, shohim energjinë. Ju keni të bëni me energji të shenjave të ajrit, energji të shenjave të ujit dhe energji të shenjave të ajrit përsëri. Shoh në fillim mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, në fillim të javës shoh shumë diskutime, shumë bisedime, fillime të reja, negociata, mund të jenë fillimi, mendoni për të bërë një fillim të ri në dashuri. Dhe ju po e mendoni seriozisht këtë gjë, ju shoh që ndiheni mirë, por ju shoh që është diçka që doni ta bëni në mënyrë sekrete, në mënyrë të fshehtë. Për pjesën tjetër, shoh që do keni diskutime në familje, mund të keni diskutime në shtëpinë tuaj, në familjen tuaj, por ju shoh që ju përdorni një lloj strategjie, ose ju do jeni shumë të fshehtë, do mbani gjëra brenda vetes ose do fshihni diçka, një sekret, një të fshehtë në lidhje me familjen tuaj. Për pjesën tjetër, mund të jenë negociatat e vendi punës, një çlirim shpirtëror në momentin që ju keni këto negociata. Mund të ketë lidhje me dokumenta të ndryshme, me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj. Mund të ketë lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me studimet, lidhje me dokumenta, lidhje me çështje ligjore. Por në shoh që keni lajme të mira, do të çliroheni nga ana shpirtërore dhe në fund të javës shoh që ju do përdorni një lloj strategjie në lidhje me negociatat të ndryshme ose diskutime dhe bisedime të ndryshme që do keni gjatë kësaj jave. Gjithsesi, është një javë fantastike. Ju keni fillime të reja, shumë diskutime, shumë negociata, lajme të mira, një çlirim shpirtëror, por dhe një strategji që do ndiqni gjatë kësaj jave në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Atëherë kjo ishte edhe për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit maj, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë, kjo ishte për gjithë ju. Ju uroj një javë të mbarë, por edhe një fundjavë sa më të mbarë, një muaj sa më të mbarë, sepse jemi në fillimin e muajit, për të gjithë ju, dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.